Të nderuar mysafir, e nderuar familje qeta, mirë se keni ardhur në ngjarjen të rëndësishme festive në zbulimin e bustit të profesor Anton Qetës, të cilin emër e mban me krenari shkolla jonë dhe njëherët në shënimin e ditës së shkollës. Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë, një qëllim, të gjitha atje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej luftës dhe qaj i largohet që është i lindur tradhëtor. Kush është burrë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Kur si fleta e lit Zotit, por e flamur i Shqipnis, e thret bite kastriotit, me umbledh tokër qetat e ushtris. Bini toske, bini gek, si dy fet që shkojnë të djeg. Bini gek, bini malsor, e trima mren me dor, me dor. Bini toske, bini gek, si dy fet që shkojnë të djeg. Bini gek, bini malsor, e trima mren me dor, me dor. Amur Perëndia, me dorë veta e ka shkru, për shqiptar do t'jetë Shqipnia, kush e prek ai qoftë mallku. Bini toske, bini gek, si dy fet që shkojnë të djeg. Bini gek, bini malsor, e trima mren me dor, me dor. Bini toske, bini gek, si dy fet që shkojnë të djeg. Bini gek, bini malsor, e trima mren me dor, me dor. Anton Qeta burr Kosove, në kuvende ligjerove, të shkoj zonin kuptë dhe uto, jes të një pjo Skënderbeute, të shkoj zonin kuptë dhe uto, jes të një pjo Skënderbeute. Ty të thirri historia ta dha fjallën shqiptaria, ku vendon o datë majsore, gjun për gjun me djem Kosove. Ku vendon o datë majsore, hej, gjun për gjun me djem Kosove. Lype besën e tamban, shtrinë e dorën e ta dhan, lype gjakun e ta falen, hej, Anton Qeta po merr fjale. Lype gjakun e ta falen, hej, Anton Qeta po merr fjale. Anton Qeta thot një fjallë, dhe shqiptari ku me fal, këtë pajtim që e don jeta, me u bashku në trojet veta. Këtë pajtim që e don jeta, hej, me u bashku në trojet veta, hej.
profesor I dijes, me shpirt atë dheu, në zemrën e popullit I gjallë rri ende, në bankat e shkollës, në gjdo fjalë të thënë, o dhëzove breza drejt dritës rënë. Në gjak e lot kishën kjo tokë, kur ti me fjallë e ndryqove, jo me liq, por me bes e burni, ti ndespaqen në gjdo shtëpi, armiku heshti, hakmarja u tret, kur fjalla jote si yll u shfaq e qetë. Profesor I letërsis, dietar e I matur, I ke falë shumë shqiptaris me pajtimet që ki pasur. Sot rrim bine si yll që nuk shuhet, shembull I një jete që kur sarrohet. Anton Qeta mendje dhe zë, në tokë shqiptare për jetë rrim me ne. Sot jemi mbledhur për ndëruar një figurë të rrallë të kombit ton, një njeri që jetoi me urtësi, veproi me mençuri dhe la pas një trashëgimi të çmuar shpirtërore dhe kombëtare. Anton Qeta ishte më shumë se sa një intelektual, më shumë se sa një mësues dhe studius. Ai ishte një rrëfyes I ndërgjegjes son. Një nga faqet më të ndrita të jetës së tij është padyshim angazhimi në pajtimit të ngjashëm. Një mision njerëzor, moral dhe kombëtar që kërkonte guxim, durim dhe besim të thellë në fuqinë e fjalës. Kujtimin për Anton Qetën jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra që pasqyrojnë urtësinë, dashurinë dhe përkushtimin që ai na mësoi. Lavdi jetës dhe veprës së Anton Qetës. Të nderuar të pranishëm, sot është një ditë e veçantë për ne. Në këtë obor shkolle që mban me krenari emrin e profesor Anton Qetës, ne inaugurojmë bustin e tij, një simbol që do të na kujtojë çdo ditë vlerat e njeriut që bashkoi zemrat e shqiptarëve në kohën më të vështirë të historisë sonë. Ky bust është një amanet për ne të gjithë, që të ruajmë vlerat që ai na la pas dhe t'i bartim ato tek brezat e rinj. Lavdi kujtimit të profesorit të pajtimit kombëtar Anton Qeta, shembull I përkushtimit dhe dashurisë për dijen, arsimin dhe atdheun. Faleminderit. Sot është një ditë e veçantë, ditë e mbushur me ndjenja krenarie dhe mirënjohje. Vendosja e këtij busti është një kujtesë e përhershme për vlerat që I la pas, dijen, urtësinë dhe pajtimin. Ai beson të thellë se forca më e madhe e njeriut është falja, dhe se arma më e fuqishme është dija. Sot, në këtë shkollë që mban emrin e tij, ky bust do t'ju kujtoj brezave të rinj se ardhmja ndërtohet me mirësi, me dije dhe me dashuri për njëri tjetrin. Në emër të familjes sonë, ju falenderoj nga zemra të gjithëve që e bët të mundur këtë nderim të bukur. Faleminderit. Miq dhe dashamir, një fjalë e urtë popullore thot kur zemra është plot, atër goja është e zbrazët. Në krye me Basën Anton, u mlodhëm gjithë, pa kur fardallimi, edhe gjuhe, edhe tradite, edhe kulture, edhe qytetrimi, edhe feje, sepse e kishim një qëllim të përbashkët. Një popull I cili nuk është I pajtuar, nuk meriton të jetojnë në paqë, në liri dhe në demokraci. Hakmarrja apo gjakmarrja është në rend të parë vetë vrasje, pastaj është vllavrasje dhe së fundi është vrasje. Nëse këte kuptojmë, atëherë do të jemi në stilin e Basës Anton,
Prandaj, urimet e përzemërta prej drejtorit e mësimdhënësve tjerë deri fshatin e rrethin që e keni zgjedhur një emër të bekuar, një emër të bukur dhe emër të madh. Por mos harroni, emri dhe figura që e ban kjo shkollë e ky bust do t'jetë i madh atëherë kur në mendjen dhe në zemrën tonë do t'jenë idetë edhe më tepër ideali, mirësia, paqja dhe dashuria të cilin Baca Anton e ka mbledh, edhe e ka qitë faren e mirë, e këta fëmijë të pafajshëm të cilët i patëm pak përpara, na dëshmojnë dhe na tregojnë se e kaluara nuk duhet të harrohet, e tashmja duhet të jetohet dhe ardhmeria vllazërisht dhe bashkarisht duhet të ndërtohet. Gjithë ata që janë kundër vllazërisë gjithë shqiptare, gjithë ata të cilët mohojnë identitetin dhe personalitetin tonë, gjithë ata të cilët nuk na pranojnë si ilir, si arbror dhe si shqiptar, si vëllezër dhe motra, nuk i përkasin lëvizjes së pajtimit. Lëvizja e pajtimit nuk është vetëm t'i pajtojnë njerëzit e hasmuar, por, si thash edhe më parë, ta nderojmë, ta çmojmë, ta duam jetën dhe jetës t'i japim kuptim, urime dhe përgëzime edhe drejtorit edhe gjithë juve që jeni këtu. E pashim në men e në zemër Bacën Anton dhe idealet e tia. Urime! Lëvizja kombëtare e pajtimit Gjaçev promovoi vlerat e unitetit kombëtar dhe ja trasoi rrugën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila ishte kryevepra 2000 vjeçare komi shqiptar, dhe falë Zotit e gjakut e dëshmorëve, jena këtu sot ku jena. Unë du me ja tërgu një rast me profesor Antoni, në një familje në fshat të Klinës, ku jetojnë 2 besimet. Dhe po shkojmë po kërkojmë një gjak. Dhe i zoti i shtëpisë, Axha Rostemi, thotë unë do ta fali, po unë e kam një kusht me fal gjakun. Profesori thotë, derisa s'kemi pas kushte, s'kemi pranu kushte, kushtet janë drana, mos na lëndoni shpirtin basarrost, se nuk e dënë në momenti ku as situata se lëvizja ka pas një pajtim të shnosh, as kemi marrë parë, as apo guxhaki, as me kanon, as me shariat, as me tradit, kemi punu në emër të Zotit, në emër të rinisë, në emër të autoqetës, edhe pa kushte dhe profesori nuk e do të kushte, nuk së dëshmë njës, asnjë për nesh. Dhe dikur mas një kohë të gjatë, një lutje shumë gjatë, ai zotnia thotë, po shmirë më ndëgju kushtin. Profesori thotë, xhalla çfarë po bëjmë? Profesor, po ndëgjojmë për profesor, po ndëgjojmë. Çfarë po thotë? Vrasi ish i besimit katolik. Dhe ishte shpërngur shku në Kroaci. Edhe kjo thotë e kom kushtin, unë e fali me një kusht që vrasin më u kthy në Kosovë, se ata fëmijë i vynë nesra, ushtrisë shqiptare të Kosovës i vynë në dhevt, më konë djemë që e mbrojnë Kosovën e shqiptare. Pra, e tillë ishte lëvizja pajtimit, i tillë ishte profesor Anton Qeta. Unë e falenderoj nga zemra edhe drejtorinë e shkollës, edhe drejtorinë e arsimit, dhe që kanë emru këtë shkollë me emër kaq bukur, edhe fshatin, edhe Gjakovën. Uroj që shumë shkolla dhe institucionet tona shtetërore që të kenë emrin e Anton Qetës, emrin e të madh kombit që kanë gjuhën në historinë tonë më të re. Lavdi jetës së vepës profesor Antonit. I nderuar drejtori i shkollës, Dukaqin Markaj, e nderuar vajza e herojt ton Anton Qeta, Donja Donika, çelësi i suksesit të Bacit Anton ishte sepse ai në pragun e luftës zgjodhi pajtimin ashtu si Skënderbeu në pragun e luftës me turqit, pajtonte gjaket dhe pastaj shkonte në luftë të bashkuar si shqiptar për të luftuar pushtuesit. Preh kënaqësinë dhe mirënjohjen time më të thellë për këtë akt ndërhimi që i bëhet njerëzit nga burrat më me emër të kombit ton në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Malzi. Duke nderuar këtë burra vetar,
ju keni ndërruar edhe veten edhe gjithë kombin. Zoti ju bekoft të gjithëve. Sa do të dëshiroja ta shihja vetëm 5 minuta të pavdekshmin, të papërsëritshmin Anton Qeta dhe ta dëgjonte fjalën më të bukur: ju flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Faleminderit shumë. Dhe një popull që ka pas zotësi dhe aftësi t'i nxjerrë nga gjuhë vetë 3 figura legjendare të papërsëritshme në historinë botërore: Gjergj Kastriotin, Skënderbeun, Gonxhe Bojaxhiun, Shën Terezën dhe të papërsëritshmin komandantin legjendar Adem Jashari. Është popull shumë i madh i pavdekshëm, është popull hyjnor. Dhe prandaj jemi një listë me 2 degë. Dhe prandaj nuk ka fe as ka parti që përçon këtë shqiptari. Lavdi e përjetshme të madhit Anton Qeta. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kur bëhet fjalë për emrin Anton Nikola, nuk është Anton Nikola. Është janë krejt vllazët e mi. Është Bekimi, është Marjani, është Krizmeni, është Kristiani, është Palushis, është prezident këto. Edhe kam dëshirë ta falenderoj nga zemra, duke qenë Markun dhe vllain tim Palush Nikolën, si nuk kanë hezitu kurrëherë për kërkesat e shkollës apo të fshatit tonë. Ju bekoft i madhe Zot, i bekoft i madhe Zot kombin tonë shqiptar dhe pacientan tonë si kanë këto mbrapa mas nesh. Ju dëshiroj një ditë sa më të mirë, sa më të pastër, sa më të lumtur. Faleminderit shumë për ju. Tani me nderim të veçantë ftojmë vajzën Tonika, Don Lush Gjergjin, zotëri Anton Nikollën, si dhe drejtorin Dukagjin Markaj, që së bashku të bëjmë zbulimin e bustit të profesor Anton Qetës. Anton Qeta burr Kosove, në kuvende ligjerove, të shkoj zonin kuptëve uto, jes të një pjo Skënderbeute, të shkoj zonin kuptëve uto, jes të një pjo Skënderbeute. Ty të thirri historia ta dha fjallën shqiptaria, ku vendon u dat majsore, gjun për gjun me djem Kosove. Ku vendon u dat majsore, hej, gjun për gjun me djem Kosove. Besoni ka qenë ditë e veçantë, është përërimi i bustit të Anton Qetës në shkollën Anton Qeta, komuna Gjakos në fshatin Dol. Edhe njëherë ishte një kënaqësi e veçantë që prezent ishin figura dhe bashkëtar që kanë qenë gjatë gjithë kohës me Anton Qetën, dhe ju jeni ata të cilët e keni madhështu këtë ditë të veçantë për shkollën tonë, për nxënësit dhe për gjithë komunitetin e kësaj shkolle. Faleminderit edhe një herë. Ne si familje normal që ndihemi të nderuar, por vendosja e këtij busti nuk është thjesht vetëm një vendosje në shtatorje të bronzit, por përçon mesazh shumë të nxënësit e kësaj shkolle në komunitetin, por edhe mbar ata të cilët vinë ta vizitojnë, duke përçuar mesazhin e faljes, dashurisë edhe edukimit, se po vendoset në një objekt edukues dhe shpresojmë që kjo vendosje shtatorës ta përçoj mesazhin edhe të gjeneratat të cilat po vijnë pas mesazhin e faljes dhe dashurisë mes njëri tjetrit. Unë jam shumë i lumtur, në rend të parë jam i lumtur se e bëj emrin i këtij profesor Anton Qetës, edhe unë jam Anton Nikola, nuk jam Anton Qeta, po njëjtën emrin e bëjmë, njëjtën vizion e kemi. Thënë drejtën e Zotit, ne të bekum si popull, vlerat e Anton Qetës na duhet mi përcjell në brezet e ardhshme,
A i dite të bashkoj poplin, dite të bashkoj kombin tonë. Anton Qeta i pajtoj 2400 familje. Në ato 2400 familje ja puni rrezën e diellit në shtëpiat e veta. Na jena shumë të lumtur të them drejtën e Zotit se kanë ditë ose mujtë me bëni vepër sa më të vogël po për Anton Qetën. Çdo shqiptar ta njetë rrugën e Anton Qetës. Nuk gabojmë. Na në një komb i vogël, po shumë fisnik. Dardan. Ne jetojmë në Evropë. Ta dojmë Evropën, ta dojmë mas pare vetë-vetën. Ta mbrojmë gjuhën shqipe me çdo kusht. Ta mbrojmë familjen në rend parë. Të mbrojtë familjen e mbrojmë edhe kombin, edhe gjuhën, edhe çdo traditë tonë shqiptare, autoktone sa është. Ju bekofti madhe Zot, ta bekoni madhe Zot poplin tonë shqiptar. Ne krye me çdo veprimtar se e merr rrugën e Anton Qetës për bashkim kombëtar. Sa drejtën e Zotit, unë si Anton Nikola nuk i një vetën si kosovar, unë i një vetën si autokton dardan. Unë kam dëshirë herë të vonë me qenë kombi jonë i bashkum një herë për gjithmonë me një kulm të vetëm. Do të thotë Kosova, Shqipëria, Presheva, pjesë e Maqedonisë, ku janë troje shqiptare të jemi me një kulm. Atëherë jam i lumtur. Jo veç me këtë vepër, po vepra kryesore do të jetë inshallah një edhe këta politiqarë tonë, se vetëm e vetëm e kanë interes karriken. Kush gjë tjetër, nuk e kanë interes kombin. Ki burr, ky e pat interes kombin, jo karriken. Ki burr e pat interes jo monetën, po traditën tonë shqiptare. Po, të tham drejtën e Zotit, unë donator jam 14 shkolle e kam pajis me Banka Karrika mas luftën në Kosovë, në gjitha fiset e Kosovës. Unë prioriteti jem kryesor është shkollat e spitalet. Këtu një vetën, unë nuk jam donator i vetën, donator janë vllaznia ime, është Bekimi, është Krizmeni, është Marioni, është Kristiani, është Palushi. Unë jam falenderues vllazët mi, e kam një familje të bekume, vllazët mi janë për mu mbretat, bash mbreta janë. Po nuk mund me qenë ata të tonë këto, me dhonë një intervist, kam qenë këtu rastisht, dhe rastisht jo, po është e menduar se e kam ditë se me datën 3 Anton Qeta ka lind me 3 janar, edhe zgjedhëm na me datën 3, sot me përru bustën e shkollës djolit. Ta gëzënë Zot edhe për vitet e ardhshme, për 500-600 vjet e ardhshme. Anton Qeta burr Kosove, në kuvend e